Qindra besimtare nga e gjithë Shqipëria që i përkasin besimit bektashian janë gjitur në vendin e shenjtë të Ballëm Sultanit në njësinë administrative martanesh të Bashkisë Bulqisë për të marrë pjesë në pelegrinazhin e përvitshëm i cili zhvillohet çdo vit më 29 qershor. Besimtarët ndezën qirin dhe kryen lutjet e tyre, duke kërkuar paqe, shëndet dhe mbarësi për veten dhe familjet. Në këtë pelegrinazh ishte i pranishëm edhe kryegjyshi botëror Bektashi, Edmond Brahimaj. Gjatë fjalës së tij ai uroi të gjithë besimtarët që kishin ardhur në këtë vend të duke theksuar rëndësinë shpirtërore të pelegrinazhit dhe përmbylljen e festës së Ashurës. Ai u shpreh se Ballëm Sultani është një vend i bekuar ku njerëzit largojnë energjitë negative, reflektojnë dhe marrin uratat e njëri tjetrit. Nëse erdhë në këtë ditë shenjtë, e këtë përkujtimore, që çdo vit vinë nga gjithë Shqipëria për të marrë uratat dhe bekime këtu në Ballëm Sultani. E nderuar kryetare e Bashkisë Bulqizës, e nderuar festime mjeshtri, e nderuar vëllezër dhe motra, e nderuar besimtar, ashik dhe dashamirës. Në këtë rast ka rënë edhe muaji Muharrem, muaji Ashurës që themi ne, ku për 10 ditë Bektashit mbajtën një agjerim, i cili a shërben neve për të reflektuar, për të marrë urata bekime edhe nga dëshmorët e Qerbelas. Në këtë ditë neve lexojmë edhe një libër që quhet Kopshti i Mirëve, ku tregon vuajtjet e profetëve nga Ademi te profeti Muhammed, dhe nga profeti Muhammed rrinë Qerbela Imam Hussein me 70 dëshmorë për të vërtetën, për dashuri, për paqe, mirësinë. Por po siç e rënë Imam Hussein, nuk do të kishte dalë e vërteta në shesh. Dhe më lejoni, e këtë ceremoni përkujtimore të Imam Huseinit, të bëjmë të lutje gjithë bashkë. O që marrim temin për të bijtë e Mustafas dhe për bëni dua Muhib Ali Abbas, duhet që vjen mendon në shenjën e Qerbelas, më njëse mbrëmjet qani për të bijtë e Zeras. Dhe loasive të thima, shit kjelli vrima, bytë me lot botën të syrim, me ngashim qaj pa pushim, hidhërimet le të presim me durim. Jepi shpatle mallkimit Jezid, fytyrë keqit dhe shokëve të atij se mora mësi për dreqe. Duhet dashurie e madhe të javi Hussein me leqe, të mos e nxjerrim nga mendja shaun në nën feleqe. Dorën mos e largo kur nga të bijtë Zeras, kokën mos e ndaj kur për Hasanit Myshtebas. Lëri kryet për Hussein shenjtë e Qerbelas, e do të fitosh Rizan e kryes me ulas. Prej Mansheri nuk ka frikë kush ka dorëzuar xhan, që do Xhafer Sadik, Zenel Abedin Sultan, do Adin, do Medin, Tekia Serisa janë, do edhe Musa Gjazim bashkë me Ali Rizan. Këta të gjithë hoqe nga armiq shumë ndoqen, po thërë në zjarë dogjen për shpëtuar njerin. Po jo si Hussein Aliu, që u shkri si Gjeriu dhe mbeti dritë në jetë. Dhe e shtyllë, djeri lartë që shuar tot në kartë, për fale, ja Imam e vërtet. E pranishme në aktivitet ishte edhe kryetarja e Bashkisë Bulqisë Festime Mjeshtri, e cila uroi të gjithë besimtarët me rastin e kësaj feste të rëndësishme fetare, duke vlerësuar rëndësinë që ky pelegrinazh ka për ruajtjen e traditës, besimit dhe harmonisë ndërfetare. Mirë se keni ardhur në këtë ritual të përvitshëm. Një moment i rëndësishëm besimi dhe reflektimi për të gjithë ne. Dua të falenderoj të gjithë personalitetet që kanë ardhur sot në Ballënj për të respektuar besimtarët Bektashin. Veçanërisht, një falenderim shkon për praninë e tij, për babamondin dhe për kushtimin e tij të vazhdueshëm. Lutjet e mia shkojnë për shëndet, mbarësi, për familjet tona, për fëmijët tonë dhe për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Gëzuar dhe faleminderit. Kryegjyshi botëror Bektashi Edmond Brahimaj përcolli edhe një mesazh lutjeje dhe paqe për t'i dhënë fund konflikteve dhe luftrave në botë. Ai u bëri thirrje njerëzve të luten për paqen, mirëkuptimin dhe bashkëtesën mes popujve, duke theksuar se vetëm përmes dashurisë, tolerancës dhe respektit të ndërsjellë mund të ndërtohet një botë më e qetë dhe më e drejtë. Sipas tij, lutja për paqe është një detyrim shpirtëror për çdo besimtar dhe një mesazh që duhet të përcillet në çdo kohë. Pelegrinazhi i Ballëm Sultanit mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të komunitetit bektashian në zonën e Martaneshit, duke mbledhur çdo vit besimtar dhe vizitor nga mbar vendi.